Vendimi i qeverisë për rekrutimin e qytetarëve si policë vullnetar në terren duket se nuk do të gjejë mbështetje në komunitet. Hezitimi lidhet me faktin se angazhimi me orë të tëra në mbështetje të policisë nuk do të shpërblehet me një pagë. Do bëshit policë vullnetar? Po zbojmë ose se kam pas tradita si herë. Unë pa para domethënë është bosha. Robi nga të mirat materiale bën punën, se nuk e bën punën për me u tollovi të rrugëve ka kush të vjen punë pa para, asnjë të vjen punë pa para. A do të punoje policë pa para? Ja. Që fare profesioni i policisë fare. Kështu që jo. Nuk do ta zgjidhni. Jo, s'u pëlqen fare policia. Vendimi shihet me skepticizëm edhe nga sindikata e policisë, e cila e sheh të vështirë zbatimin e kësaj nisme në praktik. Të pretendojmë se do realizojmë një shërbim policor vullnetar është pak është pak në konceptin shqiptar është e vështirë. Me do të del ky, po do ketë shumë vështirësi në zbatimin praktik ky lloj vendimi. Po kjo që jo pa punë, që s'ka si të ardhmë, si mund punojnë policë privat ose policë i vullnetar në një kohë që ati duhen të ardhmë për të marrë familjen dhe veten. Ne jemi në fazën e hapjes të çeljes të shumë kapitujve, grup kapitujve. Ndër ata mund të jetë edhe ky, sepse janë siç u bë për pensionet, si do bëhet për pagët, do bëhet edhe për shërbimet e tjera. Pra ne do ndryshojmë komplet legjislacionin. Një prej risqeve është se policët vullnetar mund të kenë akses të pjesëshëm në informacione, çka mund të shfrytëzohet nga grupet kriminale. Kjo nuk përjashtohet fare kjo mundësi, sepse ne kemi edhe brenda rrallëve të policisë që bëjnë aktivitete paligjshme, shkelin ligjin edhe kanë qenë edhe pjesë e grupeve kriminale. U them që i ka vesh uniformën, që ka edhe i betim, po ka edhe shumë elemente tjerë që i kontrollohet. Pra, edhe që i kontrollohet nga shumë struktura ligjzbatuese, punoj si policistë gjatë ushtrimit detyrës. Mund të shfrytëzohen nga grupet kriminale për të marrë informacion. Policia vullnetare është një strukturë ndihmëse ku qytetarët angazhohen vullnetarisht pa pagesë për të mbështetur policinë e shtetit në garantimin e sigurisë publike. Këta qytetarë nuk janë punonjës të policisë, por janë të trajnuar dhe të certifikuar për të kryer detyra të caktuara. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, shërbimi i policisë vullnetare nuk zgjat më shumë se 5 orë në ditë dhe 25 orë në javë. Ndërkohë kujtojmë që më herët janë ndërmarrë disa nisma të ngjashme si policimi në komunitet apo komisariati digital, të cilat nuk kanë pasur rezultate në rritjen e sigurisë publike.